Allahu I lartësuar thot: "Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi." Sikur Allahu I lartësuar t'u jepte rrezikun me bollok, me shumicë robëve të tij, ata do të bënin padrejtësi në tokë, ata do të silleshin me arrogancë dhe do t'i bënin padrejtësi njëri tjetrit, do shkilnin të drejtat e njëri tjetrit, do dhunonin njëri tjetrin. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Por Allahu I lartësuar e zbret rrezikun me masë, ashtu si dëshiron ai, me masën që dëshiron ai. Ai sa është e mjaftueshme për krijesat, ai sa është e mjaftueshme për njerëzit. Innehu bi'ibadihi khabirun basir. Vërtet Allahu I lartësuar është gjithnjohës I asaj që rregullon krijesat, që përmirëson gjendjen e tyre, që është në të mirën dhe në dobinë e tyre. Dhe ai e sheh mirë se si rregullon punët e tyre, subhanahu wa ta'ala, se si I drejton çështjet e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala rrezikun e zbret me urtësi, me masën që dëshiron ai. Po sikur të gjithë njerëzit të kishin mjetet e jetesës me bollok, me tepri, ata do ishin arrogant, do shtypnin njëri tjetrin, do bënin padrejtësi, do refuzonin vërtetën me menjëmallësi. Prandaj Allahu I lartësuar ka zbritur rrezikun, I zbret, I jep mjetet e jetesës me masën që dëshiron ai. I ndan mjetet e jetesës me urtësi. Dikujt I jep më shumë, dikujt I jep më pak. Njerëzit kanë nevojë që Allahu I lartësuar t'u jap mjetet e jetesës. Njerëzit kanë nevojë që t'i shërbejnë njëri tjetrit që të kryhen punët. Allahu I lartësuar e di mirë se si drejton punët e krijesave, se si rregullon çështjet e tyre. Ai kryen veprimet me urtësi, subhanahu wa ta'ala. Ai është gjithnjohës, I njeh gjërat imtësisht dhe ai e shikon gjithçka, subhanahu wa ta'ala. Allahu shpëlbim të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam.